Ramush Haradinaj thotë se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në princip do ta votojë kryetarin e kuvendit. Në princip e votojmë kandidatin për kryetar të kuvendit, do të bëjmë konsultat të ndërsjellta me partitë e tjera opozitare, me PDK-n dhe LDK-n, thot ai sot pasi u regjistrua si deputet i legjislaturës së ardhshme të kuvendit të Kosovës. Por Haradinaj u shpreh sërish i ashpër me partnerin e koalicionit, Fatmir Limajn, rreth pozicionimit të tij që nënkupton dhe mundësinë e votimit të një qeverie të re të Albin Kurtit. Ne në princip votojmë kandidatin për kryetar të kuvendit, kuptohet do të bëjmë konsultat ndërsjella dhe me partitë tjera opozitare, pra me PDK dhe LDK, po besoj që konstituimi i kuvendit është interes i gjithëve. Më pastaj, pra sikur se ju e dini, Aleanca angazhohet edhe punon që qeverin ta krijon opozita, pra në raste pa mundësisë ose të mos krijimit shumicës nga opozita, angazhohemi që ta krijojmë qeverin nga opozita. Qysh është në raportet me nismën për shkak që pritet që nisma me votu ose me arrit një marrëveshje me partinë më të madhe Lëvizjen Vetëvendosje? S'kam komunikim nga intervista e funit e famshme e zotit Limaj. Ka qenë shumë e vështirë pra krijimi i shumicës nga opozita vetveteu, pozicionimi i tij hershëm e ka bërë edhe më të vështirë, ka qenë i parakohshëm. Edhe nëse nisma dhe Limaj mbështeshin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne, po është një ndarje mjaft e turpshme për shkak se kemi kërku votë për ndryshim, edhe sjellja e tyre, veprimi i tyre është mjaft i turpshëm. A dini tratuar? Pasur kontakt? Ju lutem, ne në praktik, pra asnjëherë s'kemi penguar konstituimin e kuvendit, edhe këtë nuk e bojmë ndarash nga opozita, pra ky është princip, ju sikur se e dini, janë votuar dhe nën kryetarët e komuniteteve të gjithë, asnjëherë s'ka pas pengesha, edhe nuk besoj që do të pozicionohem kundër konstituimit të kuvendit, nuk e dim cili do të jetë emri kush do të jetë. Ju tregova se është një ndarje e turpshme për shkak se kemi shkuar në gjithë vendin, kemi kërkuar votë për ndryshim, edhe me u sjell në mënyrë të tillë, besoni nuk është në rregull. Keni kushte qoftë për opozitën, qoftë do të për vendosjen e për partitë opozitare? Vendosjen e kemi vetëm një kërkesë, ata me dalë në opozitë, për opozitën asnjë kusht. Ose bisedimet me partitë e tjera opozitare, a mendoni që mundi me i bë 60 vota në rast se të shton vetëm? Po tani nëse ndahet Limaj është më vështirë. Po ne do të vazhdojmë për shkak se edhe me votat e nismës ende nuk ka një shumicë vetëvendosje, do të vazhdojmë pra krijimin e shumicës. Edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Bek Berisha ishte i ashpër përkundrejt Fatmir Limajt. Ai shpreu keqardhje për drejtimin e zgjedhur nga nisma, partneri i koalicionit të kësaj partie, duke theksuar se kishte besuar në ndërtimin e një fronti të përbashkët opozitar. Qeveria s'ma merr mendja, po kuvendin është dashur me konstitue, besoj. Sa po duhet të zgjohet qeveria? Po bëhet e opozicë. Na i kemi qëndrimet tona të qarta për një qeverisje të opozitës. A keni biseduar me nismën, a janë edhe ata pro? Ja, vallaj, s'kam biseduar me ta, se o tu ju dheq bisedimet dikush tjetër. Po një kom qëndrimet e mia, më jemi folë për veti. Zotri Berisha, ka votu kandidatin e propozuar për kryetar të kuvendit nga Vetëvendosja. Po te bëjmë der të herë me kolegëve, tek shqyre pak. a s'keni folë deri sot? Po jem punë për shemër, valla, s'kom mundu. Po, nesër. Nesër besoj ka i dijet, bre. Unë e koalicionin me nismen, kom besu që do t'jetë i frytshëm, edhe kom besu në ato fjalë që i kemi folë, që dojmë me bo një qeverisje të opozitës edhe me këthy përsmari Kosovën. Edhe kom besu fuqishëm. Unë tash nuk muj me folë për ta. Nashta është thy, po të shojmë njerë. Nuk muj me folë para kohë. Veç Haradinajt sot në kuvend është regjistruar edhe Nenad Rashiq nga komuniteti serb. Ai është pyetur nga gazetarët nëse do ta votonte një qeveri të përbër nga partitë që ishin në opozit, duke mos e mohuar as pohuar votën pro. Rashiq vetëm tha se ky është një proces i gjatë. Megjithatë, ai shton se preferon që qeveria të formohet nga partia e parë, në këtë rast Vetëvendosje. Po, do ta votoni kryetarin e kuvendit? Po, nëse ka ndonjë propozim i cili është arsyeshëm, sikur që dini ju, rregullat thonë që tregojnë se partia më e madhe, ose në këtë rast Vetëvendosja, ka drejtën e propozimit të kryeparlamentarit, prandaj nuk e shoh ndonjë problem aty në atë aspekt.
Edhe pse mund të pyetni a ka numrat, unë nuk jam përgjegjëse për këtë asaj pune, por gjithçysh jam besimtar të krijimin e një qeveri me të cilin partia më e madhe, sikur që prapë po them, kjo është shumë e rëndësishme që të kuptohet se partia politike e cila e ka marrë pothuajse gjysmën e ulëseve të cilët takojnë Komunitetin Shqiptar, normalisht që adresa është adresa e duhur për krijimin e institucioneve. Sa kaq sa i përket shantazheve nga regjimi i Beogradit, Rashiq tha se janë prej 2013-s deri sot. Pa shantazhe janë prej 2013-s, nuk është diçka e re, që ato 12 vjet po shantazhojnë tash. Unë e di që po ndodhet, ka ndodhur prej fillimit dhe po ndodhet prapë ndaj politikës se cilë e përfaqësoj unë, ndaj bashkëpunëtorët të mi, ju kam treguar dhe juve se shumë herë ka ndodhur që jo vetëm që po nalin në kufi, por nuk mundeni ka 4 orë duhet të prit një tje, por po ashtu në thirrje të do intervista informative si shtojnë ata, qoftë në polici, në servi, qoftë në BIA, prandaj kjo për mua nuk është asgjë e re. Kjo zgjatet që 12-13 vjet. Prandaj nuk e pres që prej Beogradi, sikur që e kemi tash, këtë regjimin Beograd, mos ta generalizojmë se Beogradi ka shumë fytyra, por në këtë rast, këta ose parti politike që është aksidentalisht në pushtet në tash në Serbi, e keq përdor në çdo mënyrë, jo vetëm ne si politikanë, por çdo qytetar serb që jeton këtu. Te keni pas rastin që të shohni dhe ju pardje kur ka ndodhur ai demonstrata, mitingu i madh në Serbi, krejtë ata njerëz që kanë shku prej Kosovë kanë qenë shantazhuar. Secili prej tyre, do thotë të gjithë ata që kanë shku në Beograd kanë qenë shantazhuar. Po, të gjithë, unë ju garantoj se duhet të kuptoni se njerëz këtu gjatë këtyre viteve 12-13 vjet në një kontinuitet, po janë maltretuar nga ana të them ashtu eminencën e hijes në aspektin të udhëheqjes së politikës të cilët është dirigjuar nga ana të regjimin Beograd. A mendoni që nesër do të ketë vetëm votimin e kryeparlamentarit apo do të kemi edhe formimin e qeverisë së re? Nuk jam optimist që do të votojmë nesër për qeveri. Nuk jam optimist. Opozitën nëse vëzëndose nuk arrin me bërë numra. Është proces i gjatë. Shikoni, kur po thonë është proces i gjatë, mundet liresh me pas edhe partia e dytë. A do t'jeni bashkëpunues? Shikoni, është normalisht proces i gjatë, sikur që dini ju, nuk është herë e parë që mund të ndodhë një ngerç të shkurt. Ju rekujtoj se 2014-ën, mos gëbosh, kemi pas një situatë e tillë, atëherë po ashtu kam qenë deputet, por u zgjidh, pas 2-3 muaj u zgjidh ajo krizë dhe në këtë rast po konsideroj që varianta më e mirë do të ishte që partia më e madhe që të formon qeverinë, sepse çdo opcion tjetër do të komplikonte shumë më shumë procesin, qoftë demokratizimin, qoftë udhëheqjen qeveritare, qoftë si më thon afrimit të Kosovës drejt BE-s, prandaj opsioni më i mirë në këtë moment është normalisht që partia më e madhe që ta marrë jo pushtet në shtunë formën e thatë, por një përgjegjësi kishte thonë për udhëheqjen në mandatin e radhës.